Varfërimi ishte një metodë tjetër që ata pastaj ta kenë mbi zotrimin me atë që njeriu është i pa precedent, pra njeriu që është i pa negociueshëm në çështjen e saj që është ushqimi. Njeriu është në këtë rast nuk mund të ketë kompromis mes tij dhe dikujt tjetër që ja cënon bukën, që ja cënon jetën e tij direkte. Pra njeriu kur preket në sofër, në bukë, në atë që ai ndihet i nevojshëm çdo ditë për të, pra ndihet i uritur, atëherë me të mund të luash edhe me gjëra të tjera. Kur njerëzit luftojnë për mbijetesë, ata nuk kanë kohë më që të punojnë për të ardhmen e ndritshme të tyre ose të popullit me cilin ata udhëheqin, ose pra nuk ka patriotizëm kur ka varfëri. Nuk ka vetësi kur ka varfëri. Nuk ka zhvillim kombëtar, avancim kombëtar nëse ka varfëri në popull. Njerëzit pra nuk mund të jenë as ata që djenë ndoshta kanë luftuar për një kauz të caktuar, për motivet të larta që kanë pas për atë kauz, që janë ushqyer, e janë shkolluar, e janë arsimuar, e shumë gjëra kanë bërë për ta ngritur atë nivel të vetëdijes, por ka ardhur një moment kur ata nuk janë në gjendje më që ta mbrojnë atë kauz kur preket interesi direkt i tyre, a interesi direkt i tyre varësisht ku njeriu e ka ngrit interesin, në çfarë niveli, por aty ku të gjithë binë, pa kurfar dallimi, janë interesat e aty paratyshme që lidhen me urinë dhe etjen, që lidhen pra me ushqimin. Kështu që kur pushtetari prek dhe i varfron të tjerët, mundohet që ai të arrijë edhe t'i sundoj ata me lehtësi. E një prej metodave që ne e përmendëm edhe më herët është pra që sot do ta sqarojmë më detajisht, është që të fusin përçarjen në mesin e popullit. A kanë mundësi pushtetarët që ta ndajnë komunitetin në grupe të ndryshme, në grupacione të ndryshme, në renditje dhe nënrenditje të ndryshme, të cilat në shikim parë mund të duken që janë sharm, por në kalimin e kohës e kuptojmë që ato dallime tashmë bëhen shumë serioze, sa mund të prodhojnë probleme aq të mëdha sa të humbin edhe objektivat kryesore, të humbin edhe qëllimet kryesore të ndërtimit të popujve dhe të ardhjes së tyre në pushtet, për shembull. Andaj edhe për këtë duhet të jemi shumë vigjilent, pra se kjo është metodë e vjetër.